Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Mandalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Janë mjaft të thjeshta, të shpejta, tradicionale por edhe moderne, të cilat unë i gatuaj për familjen time dhe i ndaj me ju për t'i dhënë një ide për vaktin e radhës që t'i gatuani në kuzhinën tuaj. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Qoftet do t'i lyejmë me miell. Qoftet unë i kam përgatitur me 400 gram mish vitshi, një qep e vogël, krip vaj ulliri, piper i zi, majdanos dhe rigon. Unë i kam përgatitur që në darkë dhe të nesërmen i kisha gati. Por mund t'i përgatisni këtë recet, mund t'a përgatisni edhe me qofte që mund t'i blini tek dyqanet e mishit ose në supermarket, varet se ku tregton aty ku jetoni ju. Dhe pasi kemi lyer mirë me miell, do t'i skuqim me 2-3 lugë vaj ulliri duke i kthyer në të gjitha anët. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoni për çdo recetë të re të postuar. Pasi qoftët janë skuqur dhe kanë marrë këtë ngjyrën, do t'i largojmë ato me një anë. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Po aty do shtojmë 200 ml pana përgatim, djath, krip, piper i zi dhe hudhër. Unë kam zgjedhur djath të shkrirë, por mund ta përgatisni me çfarëdo lloj djathi që u gjendet në shtëpi ose preferoni. E përziejmë sa të tretet djathi, do kthejmë qoftet që skuqëm, do shtojmë majdanos dhe i lëm pak derisa të lidhen shijet. Nëse ju pëlqeu kjo recet, mos harroni të bëni like. Faleminderit!